Zonja e zotëri, mirë mbrëma, mirë se vini në One to One. Si çdo të enjte, do të diskutojmë zhvillimet kryesore të javës dhe në qendër të vëmendjes gjatë kësaj jave, por ka përshtypjen se deri në momentin e regjistrimit të koalicioneve në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve nga partitë kryesore politike, debati ka qenë se kush parti shkon me X parti dhe kush parti i bashkohet krahut tjetër. Në fakt, do të diskutojmë me dy anët e, po themi, dy koalicionet sonte, përfaqësuesit e tyre, kryetarin e partisë Lëvizja e Legalitetit, zotin Ekrem Spahia, sonte në një farë mënyrë zoti Spahiu përfaqësoni koalicionin e djathtë në mos gaboj 26 partish në One to One. Mirë mbrëma. Faleminderit për ftesën. Në pjesën tjetër, pra koalicioni i ndërtuar nga Partia Socialiste, kemi kryetarin e Partisë Socialiste të moderuar, zotin Gjergj Koja. Zoti Koja, një numër relativisht i madh. Mirë mbrëma. Mirë mbrëma, faleminderit për ftesën. Numër më i madh realisht, ndoshta është hera e parë në historinë e së shqiptare që formatohet në këtë mënyrë. Unë, për fat mirë, jam një nga ato dy kryetarët e Partive Socialiste që më bjetuan nuk u shkrin, kështu që jemi bashkë sot në studio. Faleminderit. Okej, faleminderit që erdhët. Në fakt, po nisim me një material të shkurtër që gazetarët tanë kanë përgatitur momentin kur janë ndërtuar koalicionet dhe se si janë regjistruar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe zërat e dy palëve politike që kanë folur pas Komisionit Qendror dhe menjëherë do të nisim diskutimin. Kronika. Pothuajse në limitet kohore, Partia Socialiste dhe ajo Demokratike kanë regjistruar në KQZ koalicionet e tyre. Në pritje të respektimit të afatit, KQZ-a deklaroi se ishte në pritje të përfaqësuesve ligjor të dy partive deri në orën 24 të së mërkurës. Rreth orës 19 në KQZ mbërriti përfaqësuesi ligjor i PS-s, Genc Gjoncaj, ndërsa rreth 3 orë më vonë aty mbërriti edhe përfaqësuesi ligjor i PD-s, Njaziko Sovrasti. Koalicioni i djathtë shkon në këto zgjedhje me 26 parti, ndërsa i majti me 40 të tilla. Unë sapo paraqita në emër të koalicionit Aleanca për Shqipërinë Evropiane në mbështetje të kodit zgjedhor dokumentacionin dhe për interesin tuaj, koalicioni ka në përbërje 40 parti politike, të cilat do të garojnë së bashku për të bërë mundur ndryshimin e madh dhe rilindjen kombëtare. Në koalicionin rreth Partisë Demokratike, koalicioni për punësim, mirëqenie dhe integrim, janë të regjistruar tashmë 26 parti. Ajo që është për të përmendur, janë historikisht partitë e djathta tradicionale që vazhdimisht kanë qenë aleat të përjetshëm të Partisë Demokratike dhe për mua në vlerësimin tim ka një element mjaft pozitiv këtë radhë. Janë dy, bile mund të them dhe tre, sepse e gjej më të ristrukturuar si parti, është LZK, një parti për mua mjaft e rëndësishme që sot është në këtë koalicion, pra me Partinë Demokratike, nuk ka qenë, është PDK, Partia Demokrisiane, po kështu mjaft e rëndësishme, qoftë këto dy parti, qoftë për vlerësimin numerik të votave që kanë realizuar në të gjitha zgjedhjet, qoftë edhe për imazhin mjaft pozitiv që kanë në spektrin e tyre politik. Dhe ajo e treta për mua është dhe duhet ta përmend është PDU, që vërtet ishte dhe është aleati jon, por e gjej mbas një jete parlamentare 4 vjeçare me përmasa të tjera si parti dhe mjaft të rëndësishme, kështu që qenia e këtyre tre partive në koalicionin e djathtë besoj që është një element mjaft i rëndësishëm dhe duhet përmendur. Pak ditë më parë, KQZ-ja mbylli dhe regjistrimin e 67 partive politike, nga 72 të tilla që paraqiten në dokumentacionin në KQZ. Vendimi u mor me 4 vota nga anëtarët e KQZ-s. Zoti Spahiu, në fakt, duke parë numrin, duket sikur jeni paksa flas si koalicion, paksa inferior në raport me koalicionin që ka ndërtuar Partia Socialiste, 40, 26, diferenca është relativisht, flas gjithmonë për numra. Po të marrish regjistrin e regjistrimit të partive në gjykatin e faktit Tiranë janë mbi 120. Dhe arrihen që të regjistrohen 72 dhe në historikun e zgjedhjeve elektorale, qofshin parlamentare apo vendore, janë regjistruar shumë. Votat kryesore kanë marrë 2 partitë kryesore dhe
ke 10 parti ka marrë vota. Pastaj pjesa e tjetër janë regjistruar edhe për të provuar. Pra dhe nuk është thjesht numri i regjistrimit të partive në KQZ apo aleancat në një koalicion, por në fakt janë për të marrë në konsiderat partitë që kanë një elektorat, kanë një histori, kanë program, kanë kandidat dhe ofrojnë programin e tyne elektoratit shqiptar dhe në këtë kontekst themi që koalicioni ynë që tashmë ka marrë emrin Aleanca për punësim, mirëqenje dhe integrim, përbëhet nga parti që kanë mbështetje elektorale në gjithë territorin e vendit, që kanë dëshmuar zgjedhjet historike, duke filluar që nga viti 1996 që filluan edhe partitë e tjera të dalin skenë, dhe në vazhdimësi, si në zgjedhjet parlamentare, ashtu dhe në zgjedhjet vendore, partitë e këtij koalicioni kanë elektorat, kanë deputet, kanë drejtues të tyre në njësitë e pushtetit vendor, kanë këshilltar pothuajse në të gjitha bashkitë dhe komunat e vendit, dhe mendoj që shumatori e tyre rezulton që të jetë më e madhe duke u nisur gjithmonë nga zgjedhjet e vitit 2009 dhe 2011. Zgjedhjet e vitit 2013 tashmë i kemi në prag, kanë mbetur edhe më pak se 2 muaj dhe elektorati shqiptar do të zgjedh mes 2 alternativave, alternativa e qendrës dhe e djathës dhe alternativa e së majtës. Pretendojmë që elektorati shqiptar njeh modelin qeverisës edhe të djathëve edhe të majtëve dhe qenja në pushtet për 8 vite që rëndon të thuhet që të konsumon pushteti. Unë deklaroj me përgjithësi se qenia në pushtet jep mundësinë për me dëshmu gjithë premtimet e tua që ke bërë në fushatën e parë elektorale. Diskutojmë edhe këto, se kush janë favor dhe kush janë disfavor. Për të qëndruar tek aleancat, tek koalicioni, zoti Koja, zoti Spaju thotë që nuk është përcaktues numri partive, por elektorati që ka secila prej partive. Ju e shikoni si një armë të fortë faktin që prezantoni me listë me 40 emra në fletën e votimit? Shiko, Spari vetë fakti që Partia Demokratike në pushtet sot nuk arriti dot të bindë shumicën e partive si që bindi në 2009, që ishin shumë të tepër se sa aleatët e Partisë Socialiste në koalicion, tregon që rrjedhja është jo e vogël. Ata që kishte i mbajti, gjithsesi. Plus ka marrë të tjera. Së dyti, do të thojë që riformatimi i së majtës shqiptare, me thënë drejtën, dhe riformatimi të gjitha partive të qendrës majtë dhe të majta në një koalicion, tregon qartë që Shqipëria tani më ka një tendencë të mirëfillt për të shkuar në një ballafaqim elektoral qartazi midis një bloku konservator dhe një bloku socialdemokrat. Absolutisht që koalicioni Aleanca për Shqipërinë Europiane, i kryesuar nga Partia Socialiste, do të thojë që është një koalicion i cili ka një avantazh evident që na çon në 2 veçori. Veçoria parë është që ky konfigurimi i këtij koalicioni, edhe me Lëvizjen Socialiste për Integrim, edhe me partitë tjera që nuk ishin konfiguruara në 2009, garanton fitore jo thjesht për shkak të numrit. Numri mund të jetë një arsye, po jo vetëm për shkak të numrit. Nëse bazohemi ose mbështetemi se jemi sigurt vetëm për nga numri, do të gaboheshim. Jo vetëm për nga numri, por për sa i përket faktit që për herë të parë nga 2009, ky koalicion ka krijuar frymë. Ka krijuar frymë që ka ardhur nga një sër arsyesh. Ka krijuar frymë sepse Spari u ridimensionua solidariteti politik mes palëve. Së dyti, sepse në fundit u instalua një marrëveshje që ka të bëjë me marrje dhe shpërndarje pushteti konform kontributit votave. Dhe ka krijuar frymë sepse Aleanca ose aleati më i madh i këtij koalicioni, me thënë drejtën, është gjendja tepër problematike në vend, duke nisur që nga varfëria shqiptarëve dhe e bizneseve shqiptare e deri në problematikat e nënshtrimit të shtetit ndaj krimit. Dhe së dyti, veçoria e dytë që do të përmendja është që ky koalicion ka shansin nesër në pushtet që ta shndrojë sistemin politiko-social në këtë vend nga një sistem që konceptohet pluralist thjesht për shkak të numrit partive në një demokraci funksionale
dhe kjo është më e rëndësishmja, pra sot jemi vetëm në pluralizëm, por nuk kemi në demokraci funksionale, dhe të shkojmë në demokraci funksionale do thotë që në radhë parë të garantojmë pavarësinë e institucioneve, dhe kjo është shumë e rëndësishme, radhë dytë të garantojmë funksionimin e institucioneve, pasi unë mendoj që pavarësisht se jemi shtet sovran, politikanët shqiptar duhet të vi turp dhe të ndjejmë shumë ngushtë, zëmos majoranca, kur ambasadori i shtetit më mik të Shqipërisë, siç janë Shtetet Bashkuara të Amerikës, para 2 netësh, apo jo, del dhe deklaron troç me një gjuhë që është më shqip se shqipja, ku thotë që besoj këtu nuk poshtoj gjë, ku thotë që presidenca, KQZ-ja dhe shërbimi i inteligjencës janë të politizuara. Kjo është një kampan alarmi dhe mendoj që pikërisht për këtë arsye koalicioni i formatuar tani më prej 38-40 partish i Aleanca për Shqipërinë Europiane ka një shans që jo thjesht fitojë zgjedhjet, por të ridimensionojë shpresën e shqiptarëve që ky në këtë vend mund të jetohet, që ky vend mund bëhet dhe që në fundit do të instalojmë institucione të pavarura. Institucione që mos jenë i dorë vetme dhe institucione të cilat të bëjnë që punojësi i shtetit në të, përfaqësuesi i shtetit në të, unë e thash edhe sot në takimin me strukturat e Partisë Socialiste të Moderuar, por e kam thënë edhe tjera, edhe si njeri politikës, të mos jetë një lepër i trembur nga politika, por ky përfaqësues i shtetit të jetë një përfaqësues dinjitos që të ketë frikë vetëm zbatimin e ligjit. Këto janë disa elemente të cilat janë grumbulluar gradualisht, kanë vrarë shpresën e shqiptarëve dhe për këtë arsye, ky është aleati më i madh i koalicionit të sotëm opozitar, i cili më së fundi unë mendoj që është ridimensionuar si një front opozitar. Pra është koalicion i majtë dhe jo vetëm i majtë, por është një front opozitar i cili po tenton që kësaj radhe krejt ndryshe nga 2009 ku u anatemua me të drejtë se hyrin zgjedhje pa program, sot ka një program të mirë detajuar, të duhet ta pranojmë gjithë, madje ka një program që në shumë kapituj të tij po kopjohet nga majoranca, ai sa ka hyrë në një garë të esme se kush ulën tepër taksat, çka ka çuar në miliarda lek të hequra sot nga buxheti i shtetit dhe nëse i referohemi dhe deklaratat e fundit të sotme që po merren borxhe edhe për paguar pagat e pensionit, atëherë problemi është shumë i rëndë. Pra, për të mos kaluar në aspekte tjera dhe për të mos bërë demagogji politike kur flasim për koalicione dhe për taktikat politike dhe elektorale, unë mendoj që ky është një koalicion i cili ka këto avantazhe ndaj koalicionit bllokut djathtë, edhe në më shumë parti, ku duhet themi që koalicioni bllokut djathtë do apo s'do është tronditur nga largimi i Lëvizjes së Risë për Integrim, padyshim. Pavarësisht se mundet që të tregojmë gishtë lesin që ata ishin fajtorët që ku diun nda pushtetit tjerë, por në fundit sot kemi një riformatim të smajtës, jo vetëm për sa i përket votave, sepse ky koalicion do thoya që i kishte këto vota dhe pa Lëvizjen së Risë për Integrim, por mbi të gjitha për sa i përket një certifikimi më shumë me këtë lëvizje në lidhje me administrimin e votës, pra në lidhje me komisionerët. Pra ne vazhdojmë të jemi në një vend që çalon shumë, e them edhe një herë, për sa përket demokracisë elektorale, sepse çalojmë në lidhje me, besoj këtu sot s'ka tini me ndihmën mua, sepse kemi qenë bashkërisht që kemi firmosur para shumë muajsh apo deklaratën e famshme dhe luftën që bëm për një sistem zgjedhor profesional kombëtar. Pra çalon nga kjo, çalon nga barazia e votës, vota në Tiranë nuk është si vota në Kukës, apo mandati që merr në Tiranë nuk është i barabartë me mandatin në Kukës, e dim fare mirë, dhe në këto kushte kur nuk u arrit kjo, çdo gjë ngjen në dorë të administrimit të votës nga komisionerët. Për këtë arsye unë them që besoj do të ketë më shumë drejtësi në këtë aspekt, por për sa kohë nuk do ketë drejtësi në administrimin e votës, për aq kohë Shqipëria do të ngjelet një vend ku ka pluralizëm, por nuk ka demokraci funksionale. Mund të Patjetër. Zoti Koja tha që ne do të rikthejmë pavarësinë e institucioneve. Absolutisht institucionet janë krejtësisht me pavarësinë e tyre kushtetuese, duke filluar që nga zgjedhja e presidentit dhe zgjedhja gjithë drejtuesve të tjerë të institucioneve të shtetit shqiptar. Dhe këtë legjitimitet ja ka dhënë pikërisht Partia Socialiste dhe në veçanti kryetari i saj zoti Rama, me ndryshimet kushtetuese në pranverën e vitit 2008 dhe nuk ka se çfarë të kërkojë Partia Socialiste ose çfarë mund të ndryshoje me këtë çfarë ju deklaroni sonte. Pra pavarësia e institucioneve është e garantuar me kushtetut, të propozuar nga zoti Rama dhe të miratuar sipas kushtetutës dhe ligjit në Kuvendin e Shqipërisë, pra për gjithë institucionet. E dyta, sot u deklaruar nga OSBE që opozita të plotësojë vendet bosh që u largua vetë nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe duhet të themi që kjo formulë
e ngritjes së KQZ-s dhe gjithë komisioneve të nivelit 2, 3 dhe grupet e numërimit, pikërisht është propozuar nga Partia Socialiste dhe zoti Edi Rama, dhe nëse ka njëri që nuk ka të drejt, as politike, as morale, që të flase për votën, është pikërisht Partia Socialiste, që pasojat e tij i psuam edhe gjithë partitë e tjera alternative, dhe që e kemi kundërshtuar, hapur, si të majta, si të djatha, sepse është një sistem dhe një kod që nuk ka barazinë e votës. Përballë këtij fakti tashmë, ne jemi pozicionuar secili në kampet përkatëse dhe mendoj që koalicioni i drejtuar nga Partia Demokratike dhe zoti Berisha ka dëshmuar gjatë këtyre 8 viteve në pushtet se ditë të mbajë premtimet elektorale dhe ditë të ndërtojë koalicionin në respektim të marrëveshjeve që hartohen paraprakisht në koalicionet para elektorale. Prandaj, nëse ju renditni 40 parti si parti në koalicionin e ri, kjo nuk ka besueshmëri, respektimi i marrëveshjes që keni me kryetarin e Partisë Socialiste. Madje ka filluar shkrirja e partive pikërisht edhe ndoshta edhe pa kushte, pasi lloj kushti që të shkojnë ke Partia Socialiste, sepse e shohin që ndoshta marrëveshjet mes partive janë krejtësisht në aspektin teorik. Ndoshta, nuk e dim marrëveshjen në nënshkrimit, se s'kemi parë firma asgjëkundi te koalicioni maj, dhe besoj se koalicionet janë më të besueshme te koalicioni ynë, aq më tepër që unë dëshmitar i këtij koalicioni dhe marrëveshjet janë respektuar mosmiri me çdo parti që ka patur. Partia Lëvizje e Legalitetit ndihet mjaft e vlerësuar, e respektuar në bashkëpunimin që kemi patur me Partinë Demokratike gjatë gjithë këtyre viteve në qeverisje, por edhe gjatë viteve që kemi qenë në opozitë. Mund bëj ndërhyrje lutem, nëse lidhe me këtë temë. Okej, s'pari unë nuk ju referova në një momente ose në një vlerësimi të opozitës lidhur me çështjen e pavarësisë së institucioneve. Përkundërzi, mora kurajën dhe thjesht ju referova një deklarate e cila duhet na vërë në merak gjithëve të ambasadorëve amerikan, lidhur me këtë pavarësi institucionesh, dhe për herë të parë pas 97-s, pra as kur zoti Medani u bë presidenti i Republikës, nuk është cilësuar në një presidenca e politizuar, për herë të parë u cilësua tani, ashtu sikur se këtij mbrapa ka për KQZ-n dhe për shërbimin e inteligjencës, dhe përsëri këtë problematike e rëndë për politikën shqiptare. Tani, përsa përket, është tjetër gjë të jesh i politizuar dhe tjetër gjë të zgjidhesh konform kushtetutës. Pra, vërtet presidenti u zgjodh në parlament, por presidenti nuk u zgjodh me frymë konsensuale e para. Po e përcakton ligji, nëse do të ishte me konsensus do ishte shumë mirë. Jo, nëse kishim një marrëveshje në Bruksel. Një marrëveshje në Bruksel para se opozita në 2001. Problemi është që ne nuk kemi një president mbi palët, kemi një president të zgjedhur në parlament, pra nuk kemi shkelje të kushtetutës. Por nuk kemi president mbi palës. Nga 3/5 e zbriti me shumë thjesht. Së dyti, duket qartë që ky institucion presidencë dhe ky president absolutisht që brenda 24 orëve firmos çdo propozim që vjen nga Partia Demokratike dhe nga majoranca, kjo është shumë e qartë, dhe kandidatët që nuk u bën dot president i kalojnë në gjykatë lartë dhe i bërë gjithë rokatat përkatëse, pra dhe ata të kolegjit zgjedhor. Vetëm këtë, a janë zgjidhje ligjore? Mirë, dakord, po shiko, politika ka brenda edhe një bazë morale, po e ndryshove me kushtetutën që i kishe shumë mirë përcaktuar, ndryshove kushtetutën, e cila të jep koston në elektorat. Dhe kalim pastaj tek lidhur me këtë aktivitet, kalim pastaj tek morali dhe tek, si thua, roli koalicioneve në zgjedhje. Dhe thashë njëherë, garancia që kemi ne në fitoren e 23 qershorit nuk është thjesht numri partive politike. Kjo është njëra anë, është e rëndësishme, por as pak më e rëndësishme. Unë po ju them edhe një herë që ne kemi një marrëveshje që nxit frymën dhe nxit kontributin mes palëve. Ndërsa tek ju është shumë e thjeshtë, ju nuk keni çfarë marrëveshje të keni, se ju jeni pushtet, secili nga ju nuk e kam personalisht, flas në konceptin e partive që ju jeni së bashku në koalicion, janë gjithë të kënaqur, qerasur nga zoti Berisha, që nga nivelet e ministrave kush ka pas fatin dalë deputet,
pastaj zëvendës ministra, e pastaj drejtora drejtorisht, po ti marr me radhë partit politike. Po mos kalem këtu. Absolutisht nuk është, nëse ne do ta ulim nivelin që nëse do të jetë kryetari i partisë me një pozicion në parlament apo në qeveri, nuk më përmendet pikat programore. Nuk ka bërë zotë. E rëndësishme për një parti politike nëse interesoni për sa përket marrëveshjes si ka bërë koalicioni Majta ose mësa koalicioni sot opozitar Alianca për Shqipërinë Europiane, kjo është një marrëveshje që nuk është pazar, absolutisht. Është një marrëveshje që në fundit për koalicioni mes partive bëhet për të marrë pushtet. Dhe që për të marrë pushtet, absolutisht që ka edhe për të ndarë pushtet, pra për të mirë qeverisur, ka një formulë e cila çfarë qëllimi ka? Ka qëllimin të maksimalizojë votën. Dhe konform kësaj janë përcaktuar dhe formulat përkatëse të maksimalizimit të votës brenda koalicionit të Majtës. Dhe në këtë prizëm, duke qenë se këtu janë afro 40 parti politike, jemi të interesuar të maksimalizojmë çdo votë. Sigurisht pa luftuar njëri tjetrin brenda, se pastaj ishte vetvrasje. Ne dy kena një dallim shumë komod dhe shumë rahat. Ne kena një dallim këtu. Jeni pushtet, jeni të diktuar, jeni koalicion me Partitë Demokratike. Është shumë e qartë, shumë e thjeshtë. Jeni futur me një koalicion që asgjë në ndërgjegjen tuaj pavarësisht se çfarë deklaroni këtu, se çfarë do të ndodhe me koalicionin tuaj. Kurse ne e kena një koalicion. Për sa kohë dhe kur të mendoni ju që të bëheni i majt, atëherë bëhemi unë djathtë. Jo, më fal. Pra, koalicioni që ne kemi zgjedhur është një koalicion rreth parë është ideologjik, është një koalicion bindjesh politike, është një koalicion me adresa të sakta sociale ku i keni, apo jo? Sikurse edhe ju keni, ju personalisht, apo ju si profesor i partisë tuaj, keni një adresë të saktë sociale, është kështu? Pra, atëherë kur shqiptarët besojnë që ju veni bëri majt, do fillojnë besoj që unë jam bëri djathtë. Zoti Koje, ne këtu në aspektin ideologjik jashtëzakonisht mirë, që e majta në vete, e djathta në vete, shumë mirë. Po vinë momenti që Shqipëria o do qeverisin nga bloku i djathtë, o qeverisin nga bloku i majt. Tani, për sa i përket aliancave, ne e kemi dëshmuar në këtë koalicion se si bashkëpunojmë njëri me tjetrin dhe sa të kënaqur janë aleatët e Partisë Demokratike në raport me atë çfarë i kanë dhënë koalicionit. Ndërsa ju jeni në provë, ju jeni, m'fal. Jo në provë, ne do na provojë elektorati. Ju jeni në provë në raport me kryetarin e partisë së madhe në koalicion. Ne jemi në provë me elektoratin. Ne jemi në provë me programin tonë elektoral. Për çfarë kemi premtuar, për këtë jemi provë. Nuk kemi asnjë nga ne provë, as ndaj Zoti Rama, Zoti Rama, një nga arsyet që disa parti të koalicionit që kanë ardhur nga koalicioni që kryesohet nga Partia Socialiste, kanë ardhur ke koalicioni ynë, duke përfshirë edhe lëvizjet socialiste për integrim në vitin 2009, ka qenë akuza që Partia Socialiste dhe kryetari i saj Edi Rama nuk ditë të ndërtoj koalicione dhe të respektoj marrëveshje. Se ikur si janë nga koalicione ju? Mund të bëjmë pyetje? Se ikur nga ne. Arsye është krejtësisht ka pas një kontratë, një marrëveshje. S'ka përfunduar kontratë. 2009-2013. Marrëveshjen e plotësoi. Atëre, pa dashur të bëjmë avokatin e partisë së shtu. Edhe një herë. Zgjidhja apo mundsi tash se po diskutoj për një subjekt tjetër që nuk është. Jo, nuk është çështje subjektive. Lëvizja Socialiste për integrim. Lëvizja Socialiste për integrim ka pasur nga ju tek ne dhe ka patur një marrëveshje me Partinë Demokratike për sa i përket ndërtimit të një qeverie, mbi baza programore, e para. E dyta, ka patur zgjedhjen e presidentit, 2. Ka patur zgjedhjet vendore të 8 maj 2011 dhe kjo kanë qenë marrëveshje mes LSI-s dhe Partisë Demokratike e cila u mbyll me sukses dhe bilanci bëhet nga 2 palët. Koalicioni juaj u godit në këtë mënyrë me këtë largim të shtëpisë. Çka goditje, s'ka pse goditje. Edhe një në mënyrë më spektakolare, zoti Padri. Në mënyrë më spektakolare dështoi, domethënë edhe dështoi edhe Partia Socialiste se mendonte që me largimin e lëvizjes socialiste për integrim do të binte qeveria. Dhe në mënyrë më spektakolare u kriju një mazhorancë brenda sadës së atij kuvendi, u kriju një mazhorancë pa pritur nga as lëvizja socialiste për integrim edhe Partia Socialiste. Ribashkimi i partive të majta bashk ka një përgjigje shumë thjeshtë. Është një përgjigje sa politike, aq edhe do thoja moralisht e konceptueshme. Pra, kur them rigrupimi i partive të majta dhe LSI akte dhe gjithë partitë e majta së bashku, sepse u kuptua që me PD-n mund të liberalizoheshin vizat me këste 3 muajore dhe natyrisht kjo është një arsye për të gëzuar, po jo për të festuar, por nuk mund të merret statusi i kandidatit për Bashkinë Evropiane. Kjo tani është i qartë nga gjithë. Dhe nuk mund ta akuzohet opozita që i ka lënë Shqipërinë jashtë Bashkimit Evropian. Se mendoni se mund kryhet ndaj integrim me majtën në pushtet në Shqipëri? Patjetër. Ka dëshmuar historia e majtës së politikës është domosdoshëm sepse ka çelën e tjera. Historia, zoti Ju mendoni se Shqipëria nuk hyn BE për 3 ligje?
Historia të majtës në Shqipëri nuk identifikohet as pak me proceset integruese të Shqipërisë në strukturat euroatlantike. S'ka të bëj fare. Përveç se ka të bëj me izolimin, nuk ka të bëj me integrimin. Absolutisht fare. Proceset e integrimit euroatlantik pas gjë nuk ka shkryer, janë mirëfilli të identifikueshëm edhe me qeverisin 8 vjeçare të Partisë Socialiste Italiane. Nëse mund të hyjmë, po na merr kohë, nuk i hyjmë se puna. Majta nuk identifikohet me proceset integruese përveç proceset izoluese dhe bllokuese. Po të kemi integrimin të gjejmë gjithë përgjegjës. Tek ata njerëz politikës që asnjë nuk janë prirur të shoh gjysmën e kotës bosh dhe janë prirur të vlerësoj çdo arritje nga çdo parti dhe nga çdo qeverisje që nga 92 deri sot. Dhe në këtë prizëm, unë po i them edhe një herë që vlerësoj objektivisht çdo tentativë të çdo partie në pushtet për të mundësuar një ecje përpara Shqipërisë drejt BE-s. Por duhet ta kuptoj që deri këtu arritët ju. Tani më konsumimi dhe problematika e brendshme e shqiptarëve, problematika e keq qeverisjes me elemente të identifikuara jo nga ne, po nga ndërkombëtarët. Absolutisht për bllokues ju. Edhe çështjen e marrjes së statusit, zoti Koja. Ne gjithë shqiptarët presim një ndryshim. Tashmë edhe ndërkombëtarët e kanë identifikuar bllokuesin e këtij procesi, Partia Socialiste, që majoranca nuk i ka 3/5 sot nuk e përmend më njëri as nga ndërkombëtarët dhe nga askush tjetër, as nga ata që janë përgjegjës për demokracinë apo për ndeshmërinë e zgjedhjeve. Pa e kushtojmë me firë edhe një emër. Sot po përmendin vetëm rëndësinë maksimale të zgjedhjeve, sepse nga zgjedhjet burojnë në institucionet e pavarura. Ne ju po flisni në emër të Partisë Socialiste që absolutisht ju nuk e keni. Jam përfaqësues i Partisë Socialiste Moderuar, jam një nga latët e Partisë Socialiste. Edhe merr kostën e një partie që nuk asnjë kosto. Unë marr përgjegjësinë time si një nga latët e PS-së koalicion. Një nga kushtet e Partisë Socialiste për mosvotimin e 3 ligjeve tashmë të famshme, që kërkoshin 3/5 e numrit deputetëve në Kuvendin e Shqipërisë, ka qenë çështja e qarkut të Fierit. Tashmë që e mori qarkun e Fierit, arsye pse nuk votojnë këto 3 ligje. Pra për këto 3 ligje nuk e ka marrë statusin e vendit kandidat dhe Partia Socialiste në bashkëpunim me Lëvizjen Socialiste për Integrim dhe ishte edhe karrem për të tërheq, po të deklaroje që nga momenti mbledhjen edhe mlidhet edhe me një mbledhje të jashtëzakonshme në Kuvendi për miratimin e këtyre 3 ligjeve. Sot si po flasim bashkë. Tani më gjithë e kanë qartë që Shqipëria nuk është peng i tre akteve ligjore. Po pse e deklaroni i 3 drafteve që po pse e deklaroni Shqipëria sot pse e kushtuat me Fierin? Është peng. Falë. Shqipëria sot më drejtë ta marrë nuk të ndërprer. Shqipëria sot është peng me çështjen e Fierit. Shqipëria sot është peng i një frikë shumë të madhe që nuk do bëjnë zgjedhje të lartë ndershme. Dhe në një moment shumë bukur, në një moment kur u bë një lëvizje për një ridimensionim koalicionesh, kërciti një provokim shumë i madh ndaj KQZ-s dhe u bë gjithë kjo tollovi që u bë dhe gjithë ndërkombëtarët përsëri nga e para filloi u instalua frika që në Shqipëri përsëri ka probleme lidhur me zgjedhjet. Pra unë do të uroja që të bëj një fushat electorale sa më e qetë, do të uroja dhe po them përsëri që është interes në gjithë shqiptarëve që fushata të jetë sa më europiane, sa më kulturuar, që menaxhimi i ditës zgjedhjeve dhe sidomos administrimi i votës në orët e para pas 3 qershorit të jetë krejtësisht neutral dhe ashtu siç duhet për të numëruar çdo votë që shitet, atëherë po. Do them që në Shqipëri ka filluar të funksionojë demokracia dhe për këtë arsye ndërkombëtarët kanë shumë qartë gjithë shqiptarët që ky vend nuk është më peng i 3 projekt ligjeve, nga cilat 2 janë projekt ligje, se një nuk është projekt ligj. Rregullore, se janë ndjen njeriu se çfarë rregullore ka parlamenti, funksionimi i shqiptarët. Nuk mund të jetë peng. Ishin një sebeb për të kuar konsensus. Po jo, më fal tash. Si moderator ne kemi ligjet dhe nuk i zbatojmë. Nëse flasim në këtë mënyrë, atëherë diket sa vendime gjykatës së lartë që nuk zbatohen për çakun e fillit. A ka mundësi? Nëse Partia Socialiste don që të shkojë në zgjedhjet e 23 qershorit, pa kostën elektorat, të deklarojë që ne jemi të gatshëm që më njëherë të mblidhet parlamenti dhe të votohet. Tani nuk kanë vlerë mos, sepse ka kaluar afati. Kostën e bllokimit, dëgjoj, elektorati shqiptar dhe ndërkombëtarët e dinë tashmë se kush e ka bllokuar. Dhe këto do të ishte jashtëzakonisht e mirë, të ngelet të kësaj magjorance që të votohen këto 3 projekte dhe pastaj të gjykojë elektorati shqiptar, sepse në nivel politik. Si mund të ketë përgjegjësi më të madhe opozita
për mos integrimin një vendi BE-s sa majorancë. Po si ka sens edhe një edhe një. Ku mund të për sa i përket 3 ligjeve. Po pse kërkoni atë? Po nuk është çështja e 3 ligjeve. Kjo është e tërë. Pa keni bllokuar me çështjen e fjerë, mos i keni qenë ligja që ka kaluar, se nuk jena në këtë moment për diskutim për çarkun e fjerit, që tash e keni ju dhe ju se deklaroni përsëri. Unë po e them që këtu ka ndodhur një edhe para pak ditësh një provokim shumë i madh dhe me komisionin. Se sot në sancit plenare, ta diskutojmë elementet që mund ta fusin në krizë kryetari i grupit parlamentar që përfaqëson edhe çarkun e fjerit. Pse nuk kërkoj që të fusen në seancën plenare sot edhe votimin e 3 ligjeve dhe kohën tingjet të majorancës për sa i përket mosmarrjes e statusit kandidat për ato që tani ju pretendoni. Asnjëherë nuk ngelet peng një vend për të integruar nga opozita. Edhe një është votimi me 3/5. Çka ka qenë, prandaj po them që nga zgjedhja e presidentit dhe gjithë drejtuesve të institucioneve të këtij shteti, konform kushtetutës dhe ligjit janë zgjedhur. Pra asnjë nuk është zgjedhje jashtë e ligjit. E vazhdojmë pas një hapësirë shkurtër publicitare. Ndjes shkojmë për publicitet. Jemi sërish në diskutim fakt, sa herë bëhet fjalë për integrimin, gjithmonë ka debat, ka argument. Gjithsesi, për ta bërë pak më të prekshëm çështjen e koalicioneve dhe betejës elektorale. Gjithmonë në marrëveshje, po e nis me ju, zoti Spariu, nuk është të thuhen gjitha ato që nënshkruani. Keni marrë ato që donit nga komunikimi me, po themi, kontraktual me Partinë Demokratike. Njëjtën gjë vlen edhe për zotin Koja pastaj. Sinqerisht ju them që ne jemi jashtëzakonisht të kënaqur në koalicionin me Partinë Demokratike për sa i përket respektimit të marrëveshjes vitit 2009. Për një parti politike është e rëndësishme edhe marrja e përgjegjësive në drejtimin e institucioneve dhe punësimin e administratën për me tregu vlerat në zbatimin aty në pikave programore të implementuara në programin qeverisës. Por kryesorja është pika më themelore që ke si parti brenda koalicionit. Dhe ne si pikën më themelore, pikën kryesore, që kemi patur një përballje për 73 vitesh, për sa i përket rehabilitimit të figurës së mbretit Zog, gjithë pjesëtarëve të familjes mbretërore, të nacionalizmit në përgjithësi, të gjithë nacionalistëve dhe zogistëve që dhanë edhe jetën e tyre në dobi Tadeu dhe Kombit, janë realizuar më së miri. A mund ta imagjinonit ju dhe pjesa më e madhe e publikut që do të binte në Shqipëri monumenti i Enver Hoxhës dhe do të ngrihe monumenti i mbretit Zog në bulevardin kryesor të Tiranës, që do të mlidheshin eshtat e gjithë pjesëtarëve të familjes mbretërore që ishin ca në Paris e ca në vende tjera dhe do të mlidheshin pikërisht në ngritjen e një mazolumi, ngritjen e monumenti. Prandaj këto janë për ato pra çfarë kontributi jep. Tani, kjo është ajo që ne ka bërë, sepse ne jena udhëhequr gjithmonë me motën. Çfarë kontributi japim ne për fitoren e koalicionit? Dhe në këto zgjedhje, Zoti Metiu para pak ditësh tha që partitë e koalicionit i kanë dhënë Partisë Demokratike 10 deputet. Ne gjithmonë e kena shtruar çfarë i japim koalicionit për fitoren. Edhe në këto zgjedhje, ne nuk kena primare fitoren e legalitetit, kena fitoren e koalicionit. Si të fitojë koalicioni, sigurisht që edhe pjesa e legalitetit është brenda këtij koalicioni. Legaliteti i ofron këtij koalicioni vlerat e saj të jashtëzakonshme, historinë e saj për 89 viteve. Ka përshtypjen se Partia Demokratike ka vota zotë. Po këtë në gjë. Jo gjithmonë politika në momente të caktuara është edhe numra. Normal. Por në momente të caktuara është edhe mozaik vlerash. Dhe Partia Legalitetit i ofron këto vlera. Ofron modelin qeverisës 2839, ofron rezistencën e saj në luftën kundër fashizmit dhe nazizmit, ofron vlerat e saj në kundërshtimin e sistemit komunist për 45 vite, ofron kontributin e saj për 23 vjet në procesin demokratike, ofron këtij koalicioni votat e saj në zgjedhjet parlamentare, radh pas radhe, dhe zgjedhjet vendore. E çfarë merrni? Urdhë? Çfarë merrni? Ne marrim pikërisht ato çfarë japim. Dhe ne jena të kënaqur deri tani. Për sa i përket viteve 2013-2017, në mandatin e tretë qeverisës, Partia e Legalitetit do të marrë atë çfarë do të japë. Në varësi të votave do të marrë deputetin, në varësi të votave do të marrë ministrin, në varësi të votave do të marrë, domethënë, atë pjesë të administratës.
por duke implementu edhe pjesë të programit tonë që do të paraqesim para elektoratit shqiptar gjatë fushatës elektorale. Zoti Goja, se është debatuar shumë kjo çështja e 5 deri në 10.000 votave. Unë mendoj që do të jemi pak edhe më të sinqertë dhe me të reshikuesin, pavarësisht ndonjëherë na vjen mirë dhe brenda vetes. Spari ne jemi detyruar të hyjmë në një palë zgjedhje me një model që aplikohet për këtë sistem zgjedhor, krejtësisht të mbrapsht. Këtë do ta pranojmë. Kjo e ka përcyer se jena qenë një mendje gjithë. Kemi qenë gjithë një mendje, me një sistem dhe me një kod që nuk është as pak në pozita barabarta për konkurrues. Duke qenë se hyjmë kështu, unë nuk mendoj që sot do të themi tu që jemi kaq shumë të kënaqur, ju mund të jeni të kënaqur se jeni në pushtet, tjetër gjë. Por çështja është që jemi të kënaqur se do të jemi edhe 4 vite, jo se jemi për ato që ka kur ta bëj Amerika me 3 mandate presidenti deri dhe ju. Jo. Edhe në Amerikë mund zgjidhet një parti 3 herë, por nuk zgjidhet një person. Ka tjetër modele, është rubrikë presidenciale. Dakor, po jo, nuk penalizohet partia. Partia mund të nxjerrë edhe 3 herë edhe 4. Le të dalim në elementet më konkrete të çfarë japin, çfarë marrin dhe sa të kënaqur jemi. Ky është një kod zgjedhor që dikton hyrjen me koalicione. Të kemi të qartë. Sepse dim shumë mirë që një parti kur hyn vetëm në zgjedhje me këto lloj sistemi, është totalisht deformuar për sa i përket votave dhe është totalisht deformuar. Po sigurisht se na penalizon edhe na favorizon. Duhet ta themi edhe pjesën tjetër, sepse nuk shkojnë gjithë këto parti në koalicion. Po se nuk e ke sistemin proporcional kombëtar, s'ke korrektim. Po pse mendon që shumica partive berrin kalonin pragun elektoral që jo shumica 40 parti që rendisnin në koalicion. Unë prirem fare për shumicën. Unë prirem që çdo favorizim, duhet ta prirem edhe përballë opinionit. Unë prirem që çdo parti, sigurisht se kena dizavantazhe, kena edhe avantazhe. Të lutem, më fal. Unë prirem që çdo parti, nuk them për shumicën e partive, them që çdo parti le të ketë rekordin e saj elektoral. Pra të hyjë të testohet nga elektorati. Kjo është ëndra ime politike, pa them qartë dhe trosh si politikan, dhe këtë kërkoj që në demokraci funksionale çdo parti të numërohet ka këto 100 vota, këto 5000 vota apo këto 5000 vota. Kaq vlen. Kjo është deformuar i të motë Shqipëri. Këtu kërkojmë të arrijmë. Atëherë në këtë kod zgjedhor që favorizon hyrjen në koalicione, është absolutisht e padiskutueshme që hyhet për të maksimalizuar votat. Pra ka vlerë çdo vot. Apo jo, në çdo qark, dhe të ndarë nga qarqi nga njëri tjetri. Atëherë në koalicionin që ne bëm, me këtë numër të madh partish që tu përmend disa herë, spari, elementi i parë është pikërisht vlerësimi në mirë qeverisje konform kontributit votave që jep. Që besoj zoti Sfaia tha gjithashtu edhe në koalicionin e tij. Pra ne nuk kemi çfarë kërkojmë as nga partitë aleate të Partisë Socialiste, nëse nuk japin, kjo është pasë normale. Pra hajde të vlerësojmë në mënyrë primare nga elektorati, urojmë zotin përsëri që këto vota të numërohen. Ky është mirakull madh që kanë shqiptarë, që kemi gjithë ne, sepse në fundit nuk gjen qetësi ky vend nëse votat nuk numërohen siç hidhen. Nuk ka rëndësi këtu deri që Sfaia deputet apo jo, deri Gjergj deputet apo jo, e para. E dyta, në këtë koalicion as unë nuk e di të tjerët, s'kem kërkuar kurrë nga zoti Rama. Mund ta verifikoni apo edhe ju si gazetar që të përfshihem në listat e Partisë Socialiste, dhe as kam bërë asnjë negociat sot kësaj dite me kryetarin e Partisë Socialiste për fshirjen listat e Partisë Socialiste për deputet. Palatet e tjera kanë bërë këtë? Nuk e di këtë. Flas për marrëveshjen që ka PSM-ja me Partinë Socialiste dhe marrëdhëniet që ka me të. Dhe ju garantoj që është një parti vërtet shumë e re, por nëse ju në 2011-ën referuat të studio surprizë e çuditshme se si në fier PSM-ja mori kaq vota ku etj, surpriza të tjera të gjaqe të tjera në këto zgjedhje për PSM-n dhe ju garantoj. Dhe së treti, është shumë e rëndësishme ruajtja e votave, që është marrë përsipër në këtë marrëveshje, që për mua ka më shumë rëndësi se çdo gjë tjetër, pra leximin e votës siç hidhet. Së katërti në këtë marrëveshje kemi përcaktuar gjithë së bashku që në mirë qeverisje do të bëjmë maksimalisht kujdes dhe është e padiskutueshme mos shkelja ose më saktë mos baltosja e ligjit për statusin e punës civil, që duhet ta pranojmë për fat keq sot është baltosur e dyllosur kaq herë nga majoranca e sotme dhe këtë duhet ta pranojmë gjithashtu. Dhe natyrisht që kalojmë pastaj në formulat më konkrete që kanë bënë me maksimalizimin e votës, ku partitë do të bëhen të qëndrueshme dhe serioze pra në konceptin e bashkëpunimit në mirëqeverisje, nëse në qark arrin numër saktuar votash siç i kemi përcaktuar, dhe në nivelin kombëtar gjithashtu në qeverisje qendrore arrin gjithashtu një numër saktuar votash nga 5.000 deri në 10.000 dhe kështu me radhë. Pra, këtu janë një sër elementesh që unë mendoj që këtë koalicion të Aleancës për Shqipërinë Evropiane e bëjnë jo vetëm konkurrues, por mu them maksimalisht fitues në sytë e shqiptarëve dhe në shpresat e tyre që një rotacion politik do të ishte në të mirë të vendit, do të ishte në të mirë të shqiptarëve, do të ishte në të mirë të vendit sepse në radhë parë nuk do të vihet në pushtet me ndjenjën e hakmarrjes dhe me ndjenjën e arrestimeve, po do të vihet në pushtet për të bërë shtet. Kjo është e para dhe është më e rëndësishme dhe këtë kuptojnë shqiptarët, prandaj duhet mbushen edhe po mbushen me shpresë. Së dyti vihet në pushtet
për të instaluar pavarësinë e institucioneve, dhe gjithashtu kjo është shumë e rëndësishme, dhe së treti, ne dim fare mirë gjithë bashkë që situata ekonomike që po kalon Shqipëria është realisht mjaft problematike, është problematike nga ekonomia që shqiptare e deri në problematika tjera madhore të qeverisë së vendit, dhe koalicioni sot opozitar që ne do të jetë në pushtet, sigurisht do të marrë në dorë menaxhimin qeverisje në një vendi problematik nga pamja ekonomike, në sektorët social, në sektorët e deficiteve buxhetore, në problematikën e borxhit publik dhe kështu me radhë. Dhe kjo dikton jo vetëm këto numër votash që do të na çojnë pushtet, por dikton dhe ndarje pushtetesh ose më saktë mirë organizim dhe ofrim të burimeve njerëzore, pa cilat nuk mundet do të qeveriset një vend si Shqipëria, kaq problematik. Dhe këtu besoj që janë të gjitha partitë politike të angazhuara për të shtrydhur dhe për të nxjerrë produktet e tyre, outputin e tyre njerëzor, pra burimet njerëzore, për ta mirë qeverisur këtë vend. Pra, një vend nuk mirë qeveriset thjesht nga votat që merr, por mirë qeveriset me njerëz. Dhe qeverisja nuk janë thjesht 14 apo 16 apo 18 ministra. Qeverisja është në të gjitha nivelet, nga lart deri poshtë në rrugë piramidale, dhe kjo dikton patjetër njerëzit e dur, s'po them njerëzit devotshëm, se është temi të kaluar dhe për mua deri diku te qesharak, mënyrën se si është trajtuar në Shqipëri, por softi njerëzor të aftë me kapacitete të dura për ta nxjerrë këtë vend nga kriza. Vendi nga kriza nuk e nxjerr thjesht një kryeminist, as 14 ministra. E nxjerr fryma e luftës kundër korrupsionit, që konform kësaj, instalimi i sistemit tillë antikorrupsion do të prodhojë dhe njerëz të dur për ta bërë këtë histori dhe për të luftuar në gjitha etapat. Nuk janë pak, nuk bëhen brenda 365 ditëve, sigurisht ka çdo sfidë elemente përkatëse dhe si thua matricën objektive vit pas viti apo muaj pas muaji, dhe natyrisht që sektorët në Shqipëri problematik janë sa të duash dhe me shumicë. Prandaj sigurisht që këtu ne do të kërkojmë që maksimalisht që në fillim të mundohemi të mos zhgënjejmë shpresën shqiptare, sepse shqiptarët mos ditë shpejt dhe me të drejtë, sepse ekonomia e tyre ka rritur ku s'mban më, sepse problematikat e shtetit janë të kudogjinshme ashtu siç janë. Prandaj na duhet që në këtë koalicion, konform këtyre kontributeve që jepen në vota, këto të përkthehen në burimin njerëzore, në shërbim të njerëzve. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Kam një ngacmim, paktën besoj se do interesoj dy palëve. Nëse për mazhorancën ishte diçka e pritur largimi i LSI-s, por jo drejt Partisë Socialiste, pra mendoj se do dilte një pol në vete dhe do të ishte përsëri si një lloj peshorje pushtetit. Për opozitën, trazoj deri diku kemi parë dhe hezitimin e disa aleatëve tradicional për të firmosur zoti Koja, për të qenë realisht, sepse ideja është se Partia Lëvizja Socialiste për Integrim do të marrë gjithë pjesën e tortës, flas për votat të partive tjera. Po e bëj pyetje të ndërthur, ju çorientoi pak Lëvizja Socialiste për Integrim me driblimin, sepse i kishit besuar dhe KQZ-n etj. Unë mund të them për shtatorin e vitit 2009 që na ka trazoj dhe na trishtoj, që erdhi në koalicion. Për 2009, jo në 2013 në qula. Edhe pse u garantoi pushtetin? Absolutisht, do më thënë, ne si po mos kisha LSI-ja koalicion, ju do kishit thuar do qanin se do shkonin zgjedhje para kohës në prap. Unë 6 mandate kishit drejtoj të përfaqësoj një parti në legaliteti. Po s'bëni dot qeveri. Nuk kam patur në kënaqësi ardhjen e LSI-s në kampin e djathtë. Po nuk do bëni dot qeveri një palësi. Unë jam një parti që ideologjik, kam midis trishtimit dhe të qarit zgjodh trishtimin. Tani absolutisht nuk ndjej asnjë keqardhje, pavarësisht se ai u largu dhe mazhoranca u konfirmua menjëherë me largimin e LSI-s erdhën deputetët të tjerë. Cilë deputet socialist? S'ka rëndësi, brenda aleancat fluide janë normale, edhe një aleancat fluide brenda një parlamenti janë normale. Dhe kështu që largimi i LSI-s absolutisht nuk jo e të rëndit koalicionin, po e bon edhe më optimist, sidomos pjesën dërmuese të Partisë Demokratike, në raport edhe me vende që ajo kishte zënë në drejtimin e institucioneve dhe në administratën e shtetit. Pra, që largimi i kësaj force politike nuk ka kthyer pesimist elektoratin, vetëm i bën më optimist për ta fituar vetë si koalicion numrin e duhur të mandateve për të krijuar qeveri. Normale që zoti Koja që janë në fushat elektorale dhe do të mundohet që të bindë elektoratin. Po realiteti, bashkë fushat absolutisht. Kena realitete krejtësisht të ndryshme. Sepse shqiptarët unë e përmendëm disa herë këtë. Shqiptarët shohin modele qeverise.
edhe ku janë të djathit në pushtet, edhe ku janë të majtit në pushtet. Shpesh herë thoni që 2 mandate edhe konsumojnë një majorancë. Në vitin, mos u gabofsha zoti Sadikaj, në vitin 2004 ka qenë një delegacion parlamentar në Tajvan. Dhe atje ishte partia që mbarte frymen e Qankajshis, partia djathtë, ishte 40 vjetë pushtet, me zgjedhje të lirë. Dhe ishin lodhë pushtet dhe e kishin lanë njëherë që ta marrë e majta. Dhe e majta, me nuk kishtë arrit baron të mandatin, sepse nuk dinte të qeverisë. Po flasim për Tajvan. Po s'kishe pra që nuk ishte lodhë 20 vjetë, 20 vjetë. Kështu që shqiptarë, filozofia qeverisë e djathtës, me të majtës, ne era të them. 20 vjetë ishe me zgjedhjet lira, jo zgjedhjet Enver Hoxhës, po zgjedhjet lira demokratike me alternative. Po. Dhe në Shqipëri, edhe në Shqipëri, e djatha do të qeverisë jo 3 mandate, po ka për të qeverisur gjatë, derisa të shndrohet totalisht Partia Socialiste, një parti europiane, dhe të largohet nga mentaliteti i shkurës. Atëherë mblet të ndërhyj një moment nëse e mbaruat mendimin tuaj, më falni. Po, për ndërpres, për respekt për të dëgjuar. Atëherë, s'pari Partia Demokratike, uroj, inshallah. Partia, shenjat që u duke në parlament nuk dhanë të tillë shpresë, sidomos për KQZ-n. Partia Demokratike besoj që edhe në 2009 ju dini fare mirë që mori të drejtën e qeverisë Shqipërinë pa fituar. Dhe që këtu filloi paradoksi dhe filloi dhe kriza. Pra, nuk fitoi, nuk siguroi vendet e duhura në parlament për të formuar qeverinë. Jo, më kena realitetin në Itali, se si negociot kena në Greqi. Të lutem, le të flasim për koalicionet Shqipërinë, pastaj mund t'i bëjmë analizën dhe Italisë. Italia është akoma rëmuj, akoma s'ka qeveri. Sot e 3 muaj. Fitoi të drejtën me kriju aleancat për qeverinë, PD-ja dhe koalicioni ju. PS-ja ngeli minorancë. PD-ja nuk fitoi që në 2009, nuk ka fituar. Dhe sot që flasim bashkë sa dite. Fitoi të drejtën me negociu për krijimin e qeverisë. Ku nuk fitoi do të një mandat të dytë dhe qeverisi absolutisht më të sforcuar. Është e padiskutueshme që nuk mundet dot të fitoj, sikur se thoni dhe ju, bindshëm një mandat të tretë, natyrisht kjo është fushat elektorale dhe në fundit kam dëshirë mazate se se të ftoni prapë të dytë. Në fushat Ilberi kalohet sa herë duash, por problemi është shumë i qartë që këtu flasi për një realitet krejt tjetër. Pra, e them edhe një herë, jemi në realitetin që liberalizuan vizat me këste, por nuk hym dot në Europë. Këtës shqiptarët nuk ta falin. Dhe po të përkthehet kjo që Shqipëria fillon tek pjata ime, pra tek ekonomia dhe tek punësimi që shqiptari, besoj që kemi bërë hapa prapa për fat keq. A mund të vazhdoj pak? Ata bëre lutem. Edhe dy fjalë më dia. Pra, në këtë drejtim unë mendoj që situata është krejtësisht e qartë. Është një situatë për cilën shqiptarët nuk mund të gënjejnë as me 50 euro voton, as me 100.000 lekë voton. Nuk mund të gënjejnë as me thasët të mbushur me mijë apo ku diu me çfarë, flas për mijë, e ku diu me radhë. Por këtu vjen një moment që shqiptarët do të kuptojnë që do të hapin syt katër për të mundsuar për të hapur sa dyert pushteti që sot janë mbyllur në fytyrë. Janë mbyllur fytyrë sepse nuk i qajnë hallet, janë mbyllur fytyrë sepse nuk punojnë numrat e telefonit që vijnë, janë mbyllur fytyrë sepse shikoni çfarë vendos, sot ka prap grevurie. Ka grevurie sepse janë nxjerr zvarr nga shtëpitë për shkak të një akti normativ që ka të bëjë me lirimin e shtëpive të pronarëve kur një çështje mbi 22 vjeçare u zgjidh për 22 minuta. Dhe ja ku jemi. Nuk mund të flasim po tani këtu për mirëqeverisje dhe për një mandat të tretë të shkëlqyer. Shiko, ne mund ta mushet mendja që mund të jemi ekonomia e katërt në Evropë pas Zvicrës. Por problemi është që me kutin ton dhe me xhepin ton, unë nuk besoj që Patriku sot është kur dali nga emisioni, mund të shkojë të bëj kashëllëk zviceranëve për sa i përket ekonomisë që kanë shtëpi vet. Falni për këtë. Dhe besoj që në këtë prizëm, po të vëmë në kandar pranë peshore problematikat me mirëqenie, sigurisht që elektorati ditë bëj dallimin dhe të kuptoj që qeverisja e dejta nisme 8 vjeçare, 4 vjeçare e plotë juaj, 4 vjeçare plus LSI-n, nuk arriti dot të nxjerrë vendin nga kriza ku vërtet këtu nuk falimentuan banka, por kur kriza këtu u thelluan ndryshe, pati elementet e veta alla shqiptare dhe sot jemi një vend që rrethohemi nga dy vende tjera që i preku goxha kriza në Eurozonë, dy vendet ku ne kemi numër më të madh të emigrantëve tanë dhe nga të gjitha pikpamjet për ta kapësh, ne nuk kemi se si të krenojmë me indekset tona. Vërtet nuk ram në atë recesionin e famshëm siç ranë vendet tjera të Eurozonës, por po të hysh pastaj llogaris se çfarë prodhon, çfarë shet, sa e ke importet, sa e ke eksportet, unë mendoj që dalin në problematika krejt tjera të mirëfillta ekonomike, që kanë bënë me disbursimin e parave të eksportit në dogana,
e shumë elemente tjera për cilat shteti vazhdon të detyrohet miliona euro borxhe tyre. Po ky element zinxhiri i këtyre borxheve, shikojmë sot, rrugë pa përfunduara, tendencë mirë është për të bërë rrugë, po janë rrugë të pa përfunduara. Nuk kemi sot që flasim bashkë. Në doni më kundërshtoni, nuk kemi 1 kilometër rrugë autostradë. Se autostradë nuk sot kaloj aty dhe qeni dhe lopa dhe gomari dhe karroca dhe kudiun e tjerë. Ku po fol për armën më të fortë kësaj mazherancë për këtë zgjedhje? Nëse varuat. Hajde ta referojmë dhe ta krahasojmë se sa aksidente ndodhin rrugët tona zotëri. Dhe nëse kjo është arma më e fortë e juaj, atëherë unë s'flas më hala. Zoti Sadike. Zoti Koja tha që në zgjedhjet e vitit 2009 nuk fitoi PD-ja. PD-ja fitoi të drejtën me kriju koalicion për krijimin e qeverisë. Dhe duhet ta është një fakt. Nuk pati shumicën e vendeve në parlament, më fal, nuk fitoi domethënë. Fitoi të drejtën me kriju qeveri, bashkë me LSI. Tani për hir të së vërtetës, LSI-ja për 4 vite ka qenë shumë korrekt në raport me koalicionin qeverisës. Dhe opozita asnjëherë nuk mori guximin të dërgoje një mocion mosbesimi për kryeministrin. Për 4 vite nuk u lëkund asnjëherë kjo mazherancë. Dhe kjo është merit e kësaj mazherancë, edhe në parlament pastaj. Po parlament, po pse si bëre numrat? Pse si bëre numrat për ta rrezuar? Po për arsye që i tham pra, ju nuk fituat dhe qeverisët pa fituar. Nëse ne do të kishim krijuar një qeveri, domethënë pa fituar, do të kishim një raport tjetër me LSI-n. Po pra ju nuk u rrezuat, por qeverisë zvarr. Nuk u rrezuat. Fal, tërhiqja zvarr do të thotë kur disa herë provon opozita një mocion mosbesimi dhe luan për 1 apo 2 mandate. Nga një herë të interesojnë numrat, nga një herë nuk të interesojnë. Pra, kjo është vërtet. Fal, opozita nuk e mori iniciativen për me kërkuar një mocion mosbesimi. Pra, mandat qeverisë. Fal, zoti Patrik. Partia Socialiste gjatë viteve 1997-2005 ka ndruar disa kryeministra dhe mos me thanë me qindra, me 10 ministra. Nga problemet e brendshme që kishte Partia Socialiste dhe koalicion. Çështja demokracie e brendshme. Ndërsa, pra edhe kryeministra, 3 kryeministra. Ndërsa kjo mazherancë ka patur 1 kryeministër dhe asnjëherë nuk u qa kjo mazherancë përballë opozitës. Kjo është merit. Kjo është merit që ka, domethënë një merit që kanë qenë, domethënë deputetët. Indeksi i mirë qeverisë. Fal. Për stabilitet qeverisë. Por stabiliteti i qeverisë matet me parametra më. Edhe me parametra. Parametra ekonomik, parametra të infrastrukturës, parametra të sektorëve social. Një nga armët më të forta të fushatës elektorale do të jetë infrastruktura rrugore. Unë më tha që edhe nesër do shkonit ju, unë dje kam qenë nga Ballshi, nga Memalia, në rrugën e re, Memalia përmet Gjirokastër, Delvin, Sarand, Himar, Vlorë, Tiranë. Pra, mos me faqen kjo infrastrukturë nuk mund të dilja, brenda ditës së bie në 12. Ky vend sa kilometra autostradë ka? Edhe njerë, falë pra, pikrisht kjo është kjo infrastrukturë rrugore, që sot na jep mundësi, të shkojmë brenda ditës në Sarandë edhe të kthehemi, të shkojmë për pak orë në Kukës edhe të kthehemi. Nëse ne krahasojmë prapë me vitin 1938, jo, po krahasimet me 30, nëse i bëni me 38, dilni edhe më i humbur. Dilni më i humbur. Aty bëjmë krahasime. Sepse me 38 na është model në viteve 28, 39 model. Atëherë në këto zona që thoni ju shkoj me gomar vlla, po flasim për rrugë me rrugë të Kohezogut ka qëndru Shqipëria për 45 vite. Ne nuk mund t'i kalojmë vetes me rrugët e Kohezogut. Rrugët e Sali Berishës sot po japin një frymarrje gjithë vendit. Sa kilometra autostradë ka ky vend? Sa kilometra autostradë? Po pse nuk i din kilometrat? Sa kilometra autostradë ka ky vend? Po nuk i dini kilometrat? Po se s'ka asnjë rrugë që plotson indeksin e autostradës më zotëri. Nuk u them se kilometra. Socialistët do t'i bien gjithmonë rrugëve të vjetra. Po jo rrugët, rrugët ku bëhen me standarde. Ai keni dëgjuar gjithë njerëzit që thonë tjetër standard rruga Durrës Kukës dhe sa deri në Morin e deri në Prishtinë, standardet janë tërësisht europiane. Nëse thatë infrastrukturë rrugore tërhiqet ty Gabova se hyna me një terren krejtësisht që ne na favorizon. Për rrugë se sa kilometra rrugë i keni lënë në vendin. Pyetjen e kisha për LSI në fakt, ne donim të rrugë. Tani për sa i përket LSI-s, LSI-ja për 4 vite, për LSI-ja për 4 vite, zoti Patrik, për 4 vite LSI-ja ka qenë korrekt në raport marrëveshje me koalicionin e qeverisë, veçanti me Partinë Demokratike. Dhe fakti e tregoj që ato janë korrekt me marrëveshjen.
Tani, marrëveshjen ka shkuar te vendi i tij, te origjina e tij, domethënë kuptimin politik, dhe nuk do të ai çudi që të vije prapë. Atëherë, mua vjen shumë mirë për qëndrimin tepër tolerant dhe demokrat zë Spahia lidhur me këtë çështje. Do të uroj që kjo ishte dhe leadershipi i majorancës. Por problemi është që besoj që kjo tolerancë e detyruar nga brenda jush. Po sigurt vije prapë. Ju lutem, një minutë. Pyetjen që shtrova unë, a ju trazoi ju si opozitë? Okej. Dhe atëherë, unë po them që në këtë situatë lëvizja e Lëvizjes Socialiste për Integrim si parti drejt një koalicioni të majtë, që besoj që nuk kemi këtu për të shqytuar këtë ose për të argumentuar, sepse argumentin e kësaj çështje ka për vetë leadershipi i LSI-s, them që e trazoj jo pak kampin tuaj të majorancës. Sinqerisht po themi. Ju lutem, prodhoi tension maksimal dhe prova e parë dhe më serioze që provokoi edhe një vëmendje të panatyrshme ndërkombëtare. Zoti Koja, mas ikjes së LSI-s ishin votimet më të rëndësishme në kuvendin e Shqipërisë. Ishte KQZ-ja, prova e parë ishte KQZ-ja. Po votimet më të rëndësishme këta, me qeveri, me KQZ, me socialme gjyqtar, me kryetar gjykatës. Kur një parti që është kryesisht normale në demokraci, në momentin e parë kur një parti ndryshon koalicionin, dhe them një kjo është kryesisht normale në demokraci, ndryshon koalicionin dhe bëri televizit që bëri, u krijua një tollovi kaq e madhe sa direkt u provokua institucioni më i rëndësishëm i menaxhimit zgjedhjes. Mendoni se do diçit në majorancë në KQZ? Jo, jo. Por në gjë, largimi i SI sipas jush ka qenë për të ra qeveria dhe për të shkuar në zgjedhje me një majorancë 4-3. Kjo ka qenë në bazë ligjit i pavarur. Absolutisht e ka ndërtuar mënyrën formulën e ka ndërtuar vetë ato dy mërzot. Këtë e pavarur nuk është, duhet të jemi korrekt. Jo propozim, në gjë, falë, se kjo është shesharake. Të gjithë anëtarët e KQZ janë votuar nga Partia Socialiste dhe Partia Demokratike. Dhe kryetaria aktuale e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve është votuar nga deputetët e Partisë Socialiste. Nuk argumentuar ose për folur për çështjen e KQZ-s. Po flas që lëvizja e një partie politike drejt kampit të opozitës direkt shkaktoi një do të kthej edhe këtë çektin përgjigje mbi pyetjeve tuaja. Sepse gjithë problemi është tek menaxhimi i votës në 23 qershor. Partia Socialiste, ju kishit frikë. Edhe 2-5, edhe 0-7, mund t'i numëroni votat si të doni, më saktë mund t'a menaxhoni vizën si të doni, nuk është ki problemi. Problemi është votat të numërohen si çdo, ashtu si portfolio do t'ju lej më shumë portfolio ndërsa për punë do punojmë më shumë. Po tash si jeni në opozitë, keni rregulloren parlament, jeni në opozitë, ju majoranca rregulloren. Ju folni më shumë, ne punojmë më shumë. Do ta lej kohën më shumë me të folur se keni opozita, fjalën ka ju. Po e thym pak me publicitet. Punët janë treguese. Keni ngjesa si vëni zot. Jemi rikthyer sërish edhe në kohën e publicitetit, nuk ka munguar diskutimi, gjithmonë në frymën konstruktive të majorancës dhe opozitës. Zoti Koja, se e lam në mes diskutimin. Okej, folëm efektin tek majoranca, por për shumë parti ardhja surprizë Lëvizjes Socialiste për Integrim, kur gjithë shpirtrat e opozitës ishin qetësuar se do dilte në koalicion vete, duke joshur në një prej partive që ishin pjesë e opozitës, u bashkua me Partinë Socialiste në koalicion. Ka pasur edhe një lloj reagimi, një lloj hezitimi, i ka prishur vërtet llogarit ose balancat e brendshme të opozitës që i rezistoi të qenurit 8 vjet në opozitë. Tani, në 2009, ju gazetarët e mediave të pavarur në Shqipëri transmetua dhe ritransmetua disa herë konferencën shtypit të kryetarit Partisë Socialiste mbi 83.000 zemrat që u plagosën sepse LSI-ja ka lëj djathtas. Djathtas, po. Tani që LSI-ja ka lëj majtas, prapë na qani hallin se po vjen dhe po na prish punë. Unë nuk e kuptoj, më thoni me cilin variant jeni dhe sinqerisht si shkoni kësaj linje. Si ndjeni ju tash që erdhi një majt në nëse dje ishte problematike se LSI-ja tradhtoi këto vota të majtë që djathtas. Atëherë çfarë problemi ka sot? Çfarë problemi keni ju që Lëvizja Socialiste për Integrim u rikthyen në familjen e majt dhe konceptoi një koalicion me Partinë Socialiste, sikurse e ka edhe PSM-ja me Partinë Socialiste apo parti tjetër me Partinë Socialiste, konceptoi një koalicion në një mënyrë krejtësisht të ndershme, një koalicion pa emra të kandidatëve të saj në listat e PS-s, dhe një koalicion i cili përveç se maksimalizon votën, hedh një hap shumë të rëndësishëm drejt mirë menaxhimit të kësaj vote. Atëherë, kujt ju shprish Terezia këtë mes? Ky është një koalicion sa më i gjerimundshëm. Nuk është artikuluar për herë të parë ditën që LSI-ja erdhi ose më saktë vendosi të bashkëpunojë të krijojë koalicion me Partinë Socialiste kjo lëvizje. Ne kemi artikuluar vazhdimisht
iden, mundësinë dhe dëshirën tonë bashkarisht të zgjerimit të koalicionit. Dhe askush nga kryetarët e partive aleate të koalicionit të majtë, opozitarë, deri në atë moment, nuk ishte shprehur as rezervë më të vogël ndaj asnjë partie që pranon të vinte në koalicion me ne. Pse? Sepse ne ishim dhe mbetemi me konceptin që nuk e them asnjëherë të krijimit të frontit maksimal opozitar për të mundësuar rotacionin politik, që tham është çështje numrash, po vetëm çështje numrash, është çështje fryme mbi të gjitha, pastaj është çështje maksimalizimi i votave, është çështje formule për ta maksimalizuar këtë votë dhe është çështje burimesh njerëzore për të mirëqeverisur. Kështu që në këtë drejtim unë mendoj që këto lloj lëvizjesh të partive politike drejt krijimit të këtij koalicioni të majt, duam apo s'duam ne, e kanë prishur krejt Terezin koalicionit djathtë, sepse duket qartë, sepse duket qartë inferioriteti jo thjesht numerik, por edhe në frymë, edhe në përballje elektorale, edhe në mundësi se çfarë, edhe në problematikën e konsumimit pushtetit për 8 vite. Po në këtë mes unë mendoj në konceptin reagimi që u bëri do thotë që unë kam drejt, po më lini të mbaroj. Pra, çështja e koalicionit tuaj kanë reaguar në mënyrë çështja shumë e qartë. Çështja shumë e qartë. Demokratike kishte bollogaritë palësi. Absolutisht. Tani këto janë disa debate që ne jemi detyruar gjithmonë të mbajmë duart mbi tavolinë. Pra, lidhur me problematikat se si gjallonte apo si ishte koalicioni mes PD-s, LSI-s apo problematikat e bashkë me tyre këto janë çështje tjera. Ne po flasim sot parimisht mbi këtë lëvizje principiale politike të një force të qendrës majt në një koalicion të majt. Atëherë, në këtë mes nuk ka kujt i prishet as Terezia as Tollovia, problemi është shumë i qartë. Ne kemi formatuar një koalicion opozitar maksimalisht me parti, të cilat konform rekordit të tyre elektoral dhe mbeten akoma disa parti për të testuar nga kampanja elektorale në zgjedhjet e 3 qershorit, ne të mundsojmë një maksimalizim vote ndryshe. Sigurisht që nuk është e thjeshtë, sigurisht që futja e gjithë këtyre partive në zgjedhje krijon ndoshta edhe një lloj hutimi apo dikush mund të krijojë alibin që duan gjithë partitë e Shqipërisë, por fakti që ne kemi këtë kod zgjedhor dhe fakti që sot ne kemi thjesht pluralizëm, por nuk kemi demokraci funksionale për arsye të mungesës pavarësisë serioze në funksionimin e shtetit, dikton absolutisht ka vetë të mirë nga kjo pjesëmarrje e gjithë partive në këto koalicione. Edhe një herë po them, aleanca më e madhe është me qytetarin. Aleanca më e madhe është me hallet e qytetarëve. Këto halle absolutisht që do të mundsojnë rotacionin politik. Patjetër. Ky kod zgjedhor me një farë mënyre i imponon partitë që të rrjeshtohen në koalicione, pse duhet të jemi edhe të sinqertë edhe për të përfituar sa më shumë. Por, për opinionin publik, pavarësisht se ne dalim në koalicione, në zgjedhjet e 23 qershorit, çdo parti del me emrin e saj. Pra në fletën e votimit nuk del koalicioni, po del çdo parti me emrin e saj dhe me listën e saj të kandidatëve. Një parti politike, pavarësisht se është apo jo në koalicion, del me emrin e saj, me logën e saj, me programin e saj, me kandidatet e saj, me simbolet e saj. Prandaj që nuk është, domethënë edhe për opinionin që çdo parti do të testohet. Jo, po do testohet, çdo parti do testohet për ama çdo parti do testohet, gjithmonë brenda koalicionit. Kjo është ajo. Edhe testohen partitë brenda koalicionit, por edhe tërsi koalicioni i maksimizon votat për të konvertuar. Koalicioni i djathtë pati 2 probleme, të cilat ishin 2 korpë të minutës fundit dhe sigurisht nuk do kalojmë pa lënë gjurmë në rekordin elektoral ndaj tyre, që do të thotë fitore e jona. Para lëvizja e LSI-s dhe që e shpjeguan tani më, dhe e dyta edhe mungesa ose pamundësia e koalicionit me FRD-n. Që nuk do të marri asnjë votë të majtë, të marrë vota djathta. Ka krijuar, nuk ka ushqyer ndajherë ky koalicion në idenë se ka përshtypjen se ka qenë përjashtuar si opsion sepse nuk ka qenë përjashtuar, ose negociata që deri minutën e fundit midis FRD-s dhe PD-s. Gjithë ato hapësirë që i krijuat aleancës kuqezi. Kush i krijoi? Ju. Edhe tani, lutem, më thoni një moment që justifikoni, jepni një argument që zoti Rama i ka krijuar hapësirë aleancës mediatik, aksesin politik, aksesin të gjitha drejtimit i keni dhënë dhe ta sulmoni në këtë mënyrë. Dhe ta sulmoni akses, pra ku them akses po i dal aty, sepse për etik zoti Rama ka mbështetur aleancën kuqezi. Dhe ta sulmoni në atë mënyrë, do të thënë kjo
Kjo është e papar. Nuk u sulmua çfarë ndryshoi për 24 orë? Çfarë ndryshoi? Për 5 minuta ka ndryshuar. Jo një sekondë, për 5 minuta. Edhe të ndroje krejtësisht lufta. Ishin negociata, të cilat fund fare patën një negociatat nuk patën një deklaratë për shtyp nga kreu i AK-s, patën një përgjigje nga kreu i PS-s. Sido që të jenë negociata, në mënyrë kategorike duhet rrit edhe etika dhe qetësia dhe nuk mund të dalësh me atë agresivitet, do të thonë që nuk përfundon negociata. Kur unë thash pak më lart, kjo është e habitshme. Kur e thash pak më lart që ka parti të reja të krijuara, të paprovuara dhe që nuk ka nevojë të fryhen para kohe, e thash pikërisht arsye. Po pse u tërditë kryetari i PS-s, domethënë me largimin e kësaj aleance? Jo, më nuk patë asnjë tronditje, koalicioni i aleancës për Shqipërinë Europiane ka brenda aq parti sa këtë votë ka të maksimalizuar, nuk ka si ja garantoj nuk ka si tronditje, ja them sinqerisht. Sinqerisht fare, ju shoh në sigurt, nuk ka si tronditje sepse ato salla, ato mitingje u bëshin me fal. I dashur që votat nuk bëhen me media. Votat bëhen me elektorat. Ne mund të flasim këtë ditën të natën të them që kemi nga 1 milion votues poshtë. Problemi është sa e ka rekordin në popull. Ajo aleancë ishte mbështetur nga strukturat e Partisë Socialiste në mitingje, në takime, në media, në gjithçka. Keni shumë gabim, dhe dini vetë që keni gabim. Ishte prandaj ishte tronditja se mendoj që do t'i marrë elektoratin e majt. Në djenin time nuk ka pasur asnjëherë asnjë suport nga Partia Socialiste. Ta gjykojë opinionin publik. Por unë po e them edhe një herë që votat nuk bëhen me deklarata për shtyp apo me deklarata media. Po edhe sulmi nuk bëhet. Votat bëhen normal, negociatat janë negociata, s'përfundon, skepse me arsye pse duhet ta sulmosh. Ai ishte një negociat që fund fare u përmbyll me ato dy deklarata të kreut njërës parti dhe kreut partisë tjetër, që ishe kreu i partisë më të madhe opozitare. Tu çështja u mbyll, afati ligjor kohor për formatimin e koalicioneve u përmbyll, tani më jemi të qartë lidhur me skenën politike të partive që garojnë si në koalicion apo të vetme në këtë rast. Unë s'kam që bënë një kandidat pavarur që nuk regjistroj KZ, por lidhur me problematikat e tjera, ne jemi shumë të qartë. Patrik Mustjesh, që është shumë komode, ka tani më koalicione të mirë performuara. Ka dy parti që konkurrojnë të veçanta pa koalicione. Edhe dy modele qeverisë, se mbi gjitha shqiptarët ka dy alternativa. Absolutisht ka dy modele qeverisë. Dy modele qeverisë, Shqipëria duhet shkojë dhe po shkon drejt rrugës, o qeverisë nga bloku djathtë, o qeverisë nga bloku majt. Kjo është më se saktë, që do të thotë, jo vetëm thjesht bloku i majtit djathtë nga principet ideologjiko nacionaliste, por edhe nga problematika e programore. Të djathtë edhe të majtet i kanë provuar shqiptarët dhe din të diferencojnë se kur ka qenë jeta e tyre më e mirë, kur kemi qenë më të integruar, kur kemi qenë më dinjitet. Pasi pyesin shqiptarët poshtë se kur ka pas ekonomia tyre më mirë, gjatë qeverisë së djathtë apo gjatë qeverisë së majtë. Janë 4 palë zoti Koja. Janë zgjedhjet e vitit 2005, 2007, 2009, 2011 janë 4 palë zgjedhje që janë testuar dhe jemi fitues. Sikurse do të jenë edhe me datën 2005 e majtë ishte 140.000 vota para dhe qeverisja e djathtë. Po sistemi e Ramës, sistemi e Ramës, sistemi e Ramës në 2009 Partia Demokratike e qeverisë pa fitues, dy palë zgjedhje parlamentare dhe dy palë zgjedhje do vinë absolutisht sepse janë vetë marrëdhënie që ka krijuar ky koalicion me qytetarin. Patjetër, kjo do shikohet. Po, se cilat janë marrëdhëniet me qytetarin dhe sa qeverisja sotme ka pasuruar ekonominë shqiptare. Kjo është e para. Shqiptarët ndihen gjithçka tjetër vjen mbrapa. Shumë më mirë se mbas 2005. Investimet rrugët e tjera vjen mbrapa. Ekonomia është e para. Ekonomia është e para dhe mirëqenia në çdo familje është principiale. Edhe në Europë, edhe në botë, edhe në Amerikë, për një palë zgjedhje dhe kudo shtetasit të vlerëson, elektorati vlerëson se sa e ka rrit apo e ke ulur mirëqenien. Me një palë zgjedhje edhe mund të gabojë elektorati shqiptar, por 4 palë zgjedhje nuk është gabim. Ku keni fituar? Pra është ndërgjegje. Ku ka fituar djathtë? 2005, 2007, 2009, 2011. Ka qenë majta në 2005 140.000 vota para. Në 2007 keni humbur bashkisë të mëdha të Republikës. Në 2009 fituat pa që fitues, tash i vjen keq. Tash ne të përdorim logjikën, ne humbim edhe drejtojmë qeverisim si janë. Po pra ky është modeli deformuar pra. Jo kjo ishte. Edhe deri në 2009 ja shpjegova. Po qeverisi bini më kundërshtoni mua kur na konsideroni ne përpara 140.000 vota? 2005 domethënë nuk fituam ne? Jo, nuk fituam. 2005? Jo, nuk keni fituar 2005. Ishte e majta 140.000 vota para. Hajde ta gjithë. Ju fitoni edhe në qeverisim, 2007 e provuat që keni humbur bashkinë të Shqipërisë. Ju fitoni në qeverisim. Në 2009 detyruat qeverisim me LSI? Edhe një herë, ju deklaroni që fitoni për qeverisim ne? Për 2 muaj, do të demokraci.
Si kjo jona. Do të demokraci. Cila? Fitoria, pushteti pa fitore. Në 2013 ka disa kushte specifike, mas 2 muajsh, të cilat do diktojnë një fitore plebiscitare të koalicionit të majtë, ja u garantoj Mirë, këtë. flasim. Dhe absolutisht. Hipotetike është kjo që thomi, hipotetike është ajo që them unë. Jo, nuk është hipotetike. Kjo që po them unë, ka disa kalkulime, natyrisht që ai që ja vëvullën është elektorati. Opozita shumë emocionale që nuk kërkon që fitoje, po edhe plebiscitare. Jo, më nuk është emocion kjo. Me gjithë problematikën e kodit zgjedhor, unë prapë do them që ju i ndërgjegjshëm se ne kena qenë me një tërjesë në lidhje me sistemin dhe kodin. Dhe ne gjithë e pranojmë që majoranca do të jenë me numër shumë të vogël fituesish. Ju apo leadershipi juaj i kanë bërë ca sondazhe, siç kemi bërë ne ca sondazhe. Dhe dim shumë si dalin. Mirë, po të hysh sondazhe të cilës palë kanë përshtypjen se gjithë fitues janë ato. Ky sistem, fal. Ne do të gjithë kështu i kam dëgjuar fitues. Po, zoti Kovja, se do të bëhet parlamenti me 1400 deputet. Jo me 120 si çështë. Po, me këtë pra ne do të jena racional. Gjithë e dim që majoranca pas zgjedhjeve të 23 qershorit do të jetë shumë e ngushtë. Pra do të lëvizë me 2-3 deputet. Dhe ku ju deklaroni për një optimizëm krejtësisht fals, përballë elektoratit, që do të fitojmë 2/3, pastaj kalon atë humbisni edhe atë elektorat që e keni. Nuk ka deklaruar një do fitoj 2/3. Po ja më thatë ju, në mënyrë plebiscitare, do të plebiscitare, çfarë do thotë? Ka mundësi sa është plebiscitare, plebiscitare, 1 minutë. Sa më shumë të godit ekonomia shqiptare, aq më shumë thellohet diferenca. Po ju edhe një herë, atëherë po ndryshoni pra që ky sistem prodhon një mazhorancë jo të konsoliduar, por të brisht në varësi të atyre numrave që në momentet e caktuara është edhe numra. Sepse 2 deputet ishin ato që i dhan mazhorancën. Mos mbuloni pafsinë për të fituar zgjedhjet me dobësitë e sistemit. Po edhe një herë, PD ka qenë e pafë për fituar zgjedhjet. Po në rast se kemi të mund të quash që ke fituar zgjedhjet zotërin Vjekej. Zoti Sadikaj, zoti Edi Rama do të ndërtonte një sistem dhe një kod që o të fitonte vetë të gjitha pushtetet dhe kjo ju kthy bumerang dhe tani po ndërton ca aleanca, por t'jeni të bindur që keni për t'ia ngjuar zërin pas disa ditëve aleancave të këtij koalicioni. Ja, do ta shohim ne. Sepse është i pabesueshëm në marrëveshje që bën me çdo parti politike dhe sepse për tundimet dhe provokimet po më thonë. Edhe ne kena disa që Partia Demokraciane, domethënë ishte koalicioni juaj iku. 1. Partia Aleanca Demokratike iku. Partia Agrare iku. Pikrisht mos respektimi. Gjithë ato nuk u bën as sa 20% votë të drejtësisë. Sa 20%? Çfarë flet? Nëse hym se valli edhe një herë, ju thoni nganjëherë numra, nganjëherë moral, nganjëherë domethënë, prandaj po ju po bëni kalkulime edhe një me numra jo, arsye pse ikin, edhe një arsye pse ikin këto parti. Me shifra votash. Se nuk kanë asnjë besueshmëri te marrëveshjet në thojza me Partinë Socialiste. O dashur Stajia, për çështja shumë e qartë, u rikonfiguruan dy grupime të mëdha politike, të cilat janë shumë afër boshtit tyre si parti të lëvizjeve të gjata apo të majta. Tani më shumë e qartë elektorati ka një shans shumë të madh për zgjedhjen. Edhe një herë. Ju tash po e filluam emisionin që kemi 40 parti. Paknatësia e këtyre 40 kryetarëve. Paknatësia e këtyre 39 kryetarëve të partive të tjera, duke përjashtuar kryetarin e Partisë Socialiste, ditë pas dite do të zhvenit. Absolutisht. Jo, po ta them me sinqeritet. Ta them me sinqeritet. Sepse edhe ju në ndërgjegjen tuaj jeni shumë mosbesues ndaj kësaj marrëveshje dhe nuk dihet se si do të finalizohet. Dhe prandaj elektorati e shef sa ju nuk keni marrëveshje fare sepse ju jeni xham pushtet. Dhe duke qenë pushtet ju i keni vendet tuaja. Po jo për marrëveshja që ne kemi bërë si koalicion është më se moralshme dhe është për të testuar. Pra në fundit është për të testuar kontributin që ne do japim me vota. Nëse marrin vota, nuk shkojmë çka kërkojmë. Unë kam qenë në koalicion me Partinë Demokratike dhe ku është opozitë. Nëse aleatët Partisë Socialiste nuk fitojnë vota, nuk kanë se çfarë të bashkëngajnë në qeveri se kjo është shumë e qartë. Kjo bisedë me mua nuk shkon. Marrëveshja e koalicionit të majt mbetet për të testuar elektorat konform Partia e Lëvizje Legalitetit, Partia e Lëvizje Legalitetit nuk është në koalicion me Partinë Demokratike vetëm kur është në pushtet, por ka qenë në koalicion edhe ditët më të vështira të saj, pra edhe në opozitë.
Prandaj ne si parti, a Partia e Legalitetit me Partinë Demokratike është me një koalicion precisht të natyrshëm dhe të provuar. Ndërsa partitë e juaja janë kretë me dyshim ke Partia Demokratike, së fakti 8 vjet. Partia Socialiste do thoni? Po absolutisht po. Por ora arsye, dakor, po e lejm. Atëherë elektorati Partia Demokratike ka parti djatha aleate tradicionale, Partia Socialiste ka parti të majta aleate tradicionale. Kjo është absolutisht po. Që shumira është hera parë që konfigurohet në këtë mënyrë. Por kryetarët të tjerë janë mosbesues dhe nuk shihet. Këtë do e thoni ju vazhdimisht se kjo duhet për fushat. Çështja është shumë e qartë që kur firmosin marrëveshje, realitetet kur bën sa negociate firmosin marrëveshje, atëherë kjo do thotë që është një vendimmarrje politike që brenda ka përgjegjësi, ka përgjegjësi politike dhe në fundit ka edhe një përgjegjësi për zbatuar këtë marrëveshje. Kështu që çështja është shumë e qartë. Marrëveshjet ngeli për të testuar për rekordin elektoral që kenë. Jo për diversion, por ju keni për të qenë vetë dëshmitar që kryetarët e këtyre 39 partive ditë pas dite kanë për të shprehur zhgënjimin e tyre me këtë marrëveshje. Te po them me bindje, pasi ka mos siguri. Ajo që unë do të uroja në fund fare, nëse jemi në minutazh e fundit, nuk e di zoti Patrik, do të uroja një fushat elektorale të qetë europiane, sa më kulturuar, një fushat elektorale me programe dhe jo me sharje e fyrje, se kemi pashë emisione ku i numërojnë librat e shtëpisë njëri tjetrit, kjo është e turshme. Dhe absolutisht ajo që është më e rëndësishme është që nëse Shqipëria kësaj radhe të realizojë dhe për këtë ka përgjegjësi majoranca sot me zgjedhje të lira të ndershme me vota të numërueshme, ashtu si qiten, atëherë po mund të themi që ky vend ka hyrë në një rrugë demokracie funksionale. Kjo është më e rëndësishme. Mbajeni mend të që po. Edhe në këtë frym konstruktive të debatit me zotin Koja, sigurisht edhe ne shprehim me bindjen e plotë që këto zgjedhjet e 23 qershorit do të jenë zgjedhje të lira, të ndershme dhe urojmë që humbësi të urojë fituesin mbas 23 viteve, sepse ka ardhur momenti që fituesi duhet të marrë edhe urimin e humbësit me një lojë krejtësisht të ndershme dhe duke respektuar ato që vetë kanë gatuar. Absolutisht Partia e Legalitetit, Partia Lëvizje e Legalitetit edhe emri ka legalitet, legjitimitet. Ne kërkojmë që një majorancë të dalë nga zgjedhjet e 23 qershorit, krejtësisht mbi bazën e vullnetit të elektoratit shqiptar dhe të zgjedhin alternativen e tyre që është në dobi të tyre. Unë elektoratit shqiptar i drejtohem, punoni për interesat tuaja. Mos punoni për interesat e politikanëve dhe të partive politike. Absolutisht është një alternativë që ju jepet një herë në 4 vjet për ta zgjedhur për veten tuaj. Kjo është një mesazh që e themi me sinqeritet dhe të jetë vetëm politika në funksion të qytetarëve. Por jo me slogane se kush është i pari, kush është i dyti, kush është. Absolutisht duhet të jetë përfitues elektorati shqiptar dhe Shqipëria me zgjedhjet e 23 qershorit. Zgjedhjet do të jenë funksion të familjeve shqiptare, nëse arrim këtë dhe nëse çdo shqiptar e peshon mirë votën e tij, as nuk e shet as nuk e ble. Atëherë po, do të arrim në një moment shumë të rëndësishëm që Shqipëria do ndahet mirë nga një praktikë e tmerrshme, shumë vjeçare e masakrimit të votës, do të hyjmë në një etapë të re, në një epokë të re për vendin, sepse çdo demokraci fillon nga vota. Nëse nuk numërohet vota ashtu siç është, atëherë po e them deformohen gjithë. Deformohen gjithë si qatë deformuar sot, që sot e ditë. Më falë, se ne na pyetët për koalicionin, por edhe një herë, se ne na pyetët shumë për koalicionin ku nuk e kena edhe autoritetin që të folim në emër të koalicionit, por pjesën që ne jemi pjesë e këtij koalicioni. Filozofinë dhe përgjithësinë e sistemit. Shumë më mirë që të flisim edhe për partitë tona me të cilat ne drejtojmë dhe do hyjmë në fushat për të kontribuar në fitoren e koalicionit. Kjo është e vërtetë, po. Do kemi rast tjetër besoj në emision tjetër Patrikut, nuk e mbyll Patriku me ne sot. Kemi herë tjetër rastin të flasim edhe për. Absolutisht është gjithnjë e hapur, mundësia për diskutuar, aq më tepër për të gjitha alternativat, se në fundit nuk janë vetëm PD apo alternativat. Faleminderit zoti Spahiu. Faleminderit edhe për ftesën tuaj edhe për televizioni i paanshëm që vjen çdo kush të shprehë alternativen e tij dhe vendimet e tij. Dhe besojmë që edhe gjatë fushatës elektorale do ta ruani këtë baraspesh. Sigurisht e garantojmë këtë. Zoti Koja, faleminderit. Unë e falenderoj juve dhe mbi të gjitha jam i njohës për respektin që po tregonin ndaj mendimeve të partive që nuk janë thjesht vetëm Partia Demokratike dhe Partia Socialiste. Çka do të thotë që ju besoni që në këtë Shqipëri ka një pluralizëm që ekziston realisht pavarësisht dëshirës së një apo dy personave. Për këtë falenderoj dhe ju respektoj juve dhe stafin tuaj. Absolutisht. Faleminderit dy të ftuarve miq tan të përhershëm.
Faleminderit edhe ju të nderuar miq që na ndoqët, qoftë nëpërmjet valëve të televizionit Ora News, por edhe të Radio Orës, që sigurisht është një shoqërues shumë i mirë për udhëtimet dhe sidomos për ata që frekuentojnë lëvizjet në këtë orë. Ju kujtoj se transmetimi do të jetë nesër në Channel One. Faleminderit që na ndoqët, natën e mirë.